Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër, të dashura motra, një nga veçoritë më të bukura të muajit të bekuar të Ramazanit është edhe bashkimi i familjes rreth tryezës së iftarit. Pra, muaji i Ramazanit nuk është vetëm muaj i agjërimit, por është muaj i forcimit të zemrave, familjeve dhe shoqërisë. Dhe nga momentet më të çmuara të këtij muaji të bekuar është bashkimi i familjes rreth tryezës së iftarit, që do të thotë jo vetëm ushqim për trupin, por edhe ushqim për shpirtin. Prandaj, ne do të mundohemi ta përmbledhim në 4 pika kryesore. Pika e parë, iftari rast për bashkim dhe dashuri familjare. Në këtë kohë, kur njerëzit janë shumë të nxanë me punë të ndryshme, me angazhime të ndryshme, me aktivitete të ndryshme, dhe ndodh që gjatë tërë ditës nuk kemi mundësi që të kalojmë kohë me familjarët tonë apo me fëmijët tonë, është pikërisht koha e iftarit e cila na bashkon rreth një tryeze të përbashkët. Pra, sofra e iftarit nuk është vetëm tryezë ushqimi, por është tryezë bashkimi, sepse i bashkon të gjithë familjarët, prindrit, bashkëshortët dhe fëmijët të gjithë së bashku. Pra, iftari nuk është vetëm moment ngrënie, por është moment edukimi, është moment afrimi dhe shërim i marrëdhënieve familjare. Pika e dytë, prindërit e udhëzojnë fëmijën me shembull. Fëmija nuk e mëson fenë vetëm nga librat apo nga fjalët. Ai e mëson fenë nga sjelljet e prindërve të tyre që i shohin në shtëpi çdo ditë. Pra, kur fëmijët i shohin prindrit e tyre duke pritur ezanin me respekt dhe me dashuri, kur fëmijët i shohin prindrit e tyre duke u lutur para kohës së iftarit, kur fëmijët i shohin prindrit e tyre duke falur namazin e kohë, kur fëmijët i shohin prindrit e tyre duke falendëruar Zotin për begatitë dhe mirësitë të cilat na i ka dhënë, atëherë fëmia e kupton se feja nuk është vetëm teori apo fjalë, por është sjellje, është jetë edhe është praktik në jetën tonë. Dhe dietari i madh Hasan el Basriu, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka thënë: zemrat edukohen më shumë nga shembulli sesa nga këshilla. Pra, mund të themi që Ramazani është shkolla më e bukur familjare, ku prindërit janë mësuesit kryesor, shtëpia është klasa dhe sjelljet tona janë mësimet më të forta. Kështu që nëse ne duam fëmijë që ta duan fenë, atëherë le ta shohin fenë tonë të gjallë brenda shtëpive tona, në fjalët tona, në veprat tona, në sjelljet tona dhe në mënyrën se si ne e trajtojmë njëri tjetrin. Pika e tretë, ndihma dhe shërbimi në shtëpi janë adhurim. Kur bashkëshorti e ndihmon gruan e tij në përgatitjen e iftarit dhe kur fëmijët ndihmojnë nënën e tyre në shtrimin e iftarit apo në pastrimin pas ngrënies së iftarit, atëherë ata nuk po bëjnë vetëm një punë të zakonshme, por po e bëjnë një punë të cilën e don Zoti i Madhreshëm. Dhe padyshim që kur burri ndihmon gruan e tij dhe kujdeset për fëmijët e tij, kjo nuk e ul as pak burrërinë e tij, por e ngrit vlerën e tij tek Zoti i Madhreshëm. Kështu që profeti jon Muhamedi alayhis salam ka qenë ndër njerëzit më të mirë në këtë botë dhe ka qenë ndër ata që ju ka shërby familjes së tij më së shumti me përullësi dhe me dashuri. Kjo na mëson neve se adhurim nuk do të thotë vetëm të shkosh dhe të falësh në xhami, por adhurim do të thotë të ndihmosh bashkëshortës në kuzhinë, të ndihmosh në shtrimin e iftarit, të shërbesh familjes në sakrificë, në mirëkuptim me gjitha këto. Sidomos në Ramazan, kur burri, gruaja dhe fëmijët bashkëpunojnë në përgatitjen e iftarit, atëherë sofra jo vetëm që mbushet me ushqim, por mbushet edhe me bereqet, paqe dhe me shpërblim tek Zoti i Madhreshëm. Pika e katërt, dashuria shpirtërore forcohet në tryezën e halalit. Ushqimi halal, i fituar me ndershmëri dhe i ndarë me dashuri, e pastron zemrën, bashkon familjen dhe sjell bereqet. Një sofër halali nuk e ushqen vetëm trupin, por e ushqen edhe ndërgjegjen. Prandaj, Ramazani nuk është garë për tryeza të pasura, por është garë për zemra të pastërta. Një sofër e thjeshtë, por
e mbushur me dashuri dhe me përmendjet e Zotit e Madhreshëm ka më shumë vlerë se sa një tryezë e pasur por pa shpirt. Prandaj, si përfundim, le ta shndrojmë sofrën e iftarit në vend bashkimi e jo përçarje, në vend edukimi e jo thjesht ngrënie dhe në adhurim familjar e jo thjesht zakon të përditshëm, sepse ajo familje e cila lutet bashk, e cila hën ushqim bashk dhe e falenderon Zotin bashk, padyshim që forcohet bashk. Zoti na bëft prej atyre familjeve ku iftari është dritë për zemrat dhe bereqet për jetën. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.